duke faktuar me këtë sa ai ishte pa asnjë program vetë. Spari. Së dyti, duke hedhur poshtë ato që kishte deklaruar 3 ose 4 muaj më parë, se element të këtij programi janë humner dhe katastrofë. Së treti, indirekt, dëshmoj se ky program qenë ka i realizueshëm. Natyrisht, nuk ka shqiptar që si shtron ati pyetjen t'i thot, po na thuj pak, 12 vite ku ishe? Kush të pengoj 12 vite të jetësoje element palësor të paketës dhimbshurisë? Kush e pengoj? As kërkush përveç vetja ti, hajnia ti, vjedhja ti. Kështu që shqiptarët kësaj pyetje do japi një përgjigje me 11 maj. Përgjigja është do votojnë originalin dhe jo mashtrimin, jo kopjen, jo falsifikimin. Jashtëquajturi program që paraqiti dje ishte fund e krye një piramid mashtrimesh. Në që kuptim? Se ajo është edhe i pakt nga ana e nocioneve, është i reduktuar sa ato vizatimet që bën. Ku i levërdiste mirë të GDP nominale, kur nuk i levërdiste mirë të GDP reale, kur i levërdiste mirë të power purchasing, parity, pra bënte një sallat shifrash që një gjimnazist nuk e bën. Për ta paraqitur krejtësisht të pabesueshëm çdo gjë që tha. U bë një diskutim sepse ky kontrollon mediat. Krejtësisht është i papërmbajtur në kontrollin e mediave. Dhe arriti ose u përpoq të fsheh kredencialet delinkuente të vetat dhe të kandidatëve të tij me kandidatë të PD-s, të cilët janë njerëz të lirë. Janë njerëz të lirë. Të cilët garojnë si qytetar të lirë. Në një kohë kur ekipi i tij është ekipi me katarëve të mëdhenj, që ka vjedh me ta. Dhe që një pjesë të mirë tyre u dha një mburoj në lista të mbyllura për t'i hedhur fill sapo të kryej punë. Nga Gjirokastra në Tropoj, socialistët Edi Ramën e njohin si njeriu më të pabesë, që i hedh një nga një bashkëpunëtorët e tij, dhe kjo është e vërtetë. Erion Velia e meritonte, ja u them unë ju 100% atë, nuk ka asnjë diskutim. E meritonte plotësisht, por të implikohet e gjithë kupola e partisë
pasi ai ishte burgos dhe arrestuar, kjo ndodh ta politizoj në këtë shkallë një akt të tillë, kjo është dëshmi është tipari ekstremit të majt, i forcave politike të ekstremit të majt ose mafiozve. Ta ja ju arrestuar, shë në gjykim, ky merrej me statuset e tij. Absolutisht po. Ky i çon të Uluziu, organizonin truk mas truku, vetëm e vetëm se si ta shpërbënin totalisht në mënyrë që të mos denonconte. Por natyrisht socialistët këto i kanë kuptuar. I kanë kuptuar që ai listën e këta që i kanë Tiranë i ka armiq. Grupi Xhafa është grupi armiqësor. Po, Haptas është grupi armiqësor. Se këta në këto koncepte ecin. Çka